Përshëndetje, jam Artori nga transformo.com edhe sot kom ju tregu juve gabimin kryesor që jeni të bo që s'po ju lën me hum pesh. Domethënë ju pirrini gati dietës, po shkoni në fitness, po ushtroni, këtë sanet janë rregull, nuk po hani qaq shumë sa mos me djeg kalori, domethënë jeni të sigurt që po hani sa duhet që me hub pesh, po prap nuk po hubni pesh. E pse është ajo? Zakonisht pi provojës që na ka rënë neve me klientat tonë që i kem pas, është që janë të konsumu sheqer, sidomos në orët e vona të mbrëmjes, domethënë sheqer thjesht, çfarë do lloji sheqeri thjesht, si bazë në ambelsinë të vogël apo direkt sheqer që përzihet me çaj ose me kafe ose me diçka, domethënë sheqer thjesht. Sheqeri thjesht është mbytësi kryesor i humbjes peshës. Se sheqeri thjesht me njëherë si të futet në organizmin e juj, ai ka mu shpërba edhe me hyn gjak. Masi të hyn gjak, me njëherë trupi liron insulin që me largu sheqerin pi gjakut që me shun qeliza. Edhe ky proces ndodh qaq shpejt sa që krijon një spike të madhe të insulinës apo një ngritje të lartë të insulinës, edhe me njëherë ju me pas keni muni të rritur edhe ndërprehet me njëherë procesi i humbjes peshës. Kështu që sheqerin duheni me largu gjithçysh, me çdo kusht nëse doni me hub peshë, edhe gjithashtu për me jetu shëndetshëm. Pa sheqer. Këtë duheni më mësu me fillu me pi çajin pa sheqer, kafen pa sheqer, edhe krejt gjëra tjera që keni pi ose konsumu me sheqer mi largu, sidomos pijet e gazume, edhe muni me mendu që këto pijet e frutave kanë sheqer shëndetshëm, mirë po edhe ato kanë shumë sheqerna që ju vendosen ekstra. Gjithashtu, edhe konsumimi i tepërt i frutave ju ndalon juve me hum peshë. Ju mundi mi konsumu 2-3 fruta gjatë ditës edhe me zgjedh orarin, mirë po kurse si në orët e vona të mbrëmjes ose me tepru konsumimin e frutave. Kjo njëjta vlen edhe për fresh juice, që fresh juice i mundet mu dok si i shëndetshëm edhe është i shëndetshëm, mirë po gjithçka që teprohet nuk është e shëndetshme mo, edhe du të me zgjedh kohën kur me konsumu në sasi të caktume që mos mi kalu kalorit edhe mos me pas ngritje të larta të insulinës që largojnë sheqerin pi gjakut edhe me pas ju bojnë juve muni maturitur edhe ja ndërprejnë procesin e humbjes peshës aty për aty. Edhe masane ju çuditeni pse nuk jeni të humb peshë. Kjo doket shumë e thjeshtë kur e menon, mirë po në praktik neve provoja na ka mësu që është një pi gabimeve kryesore që i bojnë krejt edhe nuk e din asgjë të e bo, se një pak sheqer nuk ta mush synin edhe nuk doket kur gjo, po qaj është të nalë ty për mes me hum pesha, mes me mri rezultatet që ti dojnë. Faleminderit shumë, nëse të ka pëlqy video, bëni like videon, bëni një share, subscribe në YouTube, ndjekna në Facebook, në Instagram që me pas edhe video tjera shumë më të mira dhe shumë më kualitative që më tregu juve çysh me hum peshë edhe çysh me arrit formën që gjithmonë e keni dëshiruar. Faleminderit shumë edhe shihem në videon tjetër.